Përshëndetje miq, nga qumshti i freskët i deleve, me shumë përkushtim, pastërti dhe traditë, përgatitet djathi ynë i shtëpisë. Çdo hap i kësaj recete bëhet me kujdes të veçantë, duke ruajtur shijen autentike dhe cilësinë që na ka shoqëruar brez pas brezi. Aroma e qumshtit të freskët me mënyra tradicionale përgatitjes dhe durimi gjatë procesit e bën këtë djath të veçantë dhe plot shije. Atëherë këtu kam 3 litra me qumsht të deleve. E kemi vendosur për ta ngrohur. Do ta ngrohim në një temperaturë të ulët sa mund të na duroj gishti i vogël. Pasi që e kemi ngrohur qumshtin, këtu ka maja të djathit, ku zakonisht mund ta gjeni në shumë supermarkete. Do t'i hedhi 2 lugë të drurit. Djathi i deleve me të vërtet ka shumë proteina dhe minerale të shëndetshme. Do ta përzijim për pak në mënyrë që ta treti mirë majën e djathit. Tani do ta largojmë në një anë dhe do të presim për disa minuta në mënyrë që t'na zilet edhe djathi. Dhe shikoni, pas 30 minutave djathin e kemi të gatshëm për të vazhduar në tutje. Djathi i deleve ka qenë gjithmonë simboli i sofrës shqiptare tradicionale. Ai shoqëron mëngjeset familjare, darkat në sofër dhe momentet më të bukura pra njerëzve të dashur. Për shumë prej nesh, kjo shije sjell kujtime nga fëmijëria, nga gjyshërit tanë dhe nga jeta e thjeshtë, por plot vlera në fshat. Tani do t'na nevojiten disa enë për ta vendosur dhe kulluar djathin. Ju lutem që të përcjellni videon deri në fund në mënyrë që të mos humbisni detajet. Atëherë djathin e kemi vendosur në një shamit të pastër. Tani do ta ndojmë djathin nga hira, siç e shihni në video. Hira është një nga produktet më të shëndetshme dhe më të dobishme që përfitohet gjatë përgatitjes së djathit. Edhe pse shumë njerëz e njohin pak, hira ka vlera të mëdha ushqyese dhe përdoret prej kohësh në mënyrë tradicionale për shëndetin dhe plotësimin e organizmit. Hira është një produkt natyral dhe tradicional. Hira është një pije krejt natyrale pa përpunime artificiale, e përdorur prej brezash në sofrat tona tradicionale. Ndihmon imunitetin. Konsumimi i hirës mund të ndihmojë forcimin e organizmit dhe mbështetjen e sistemit imunitar në mënyrë natyrale. Nëse është duke ju pëlqyer kjo video, ju lutem që të më suportoni me një like, një koment dhe një subscribe. Atëherë nga hira e përfituar, unë do të bëj bukë të shtëpisë dhe do ta lë gjysmën e hirës ku do ta vendosi më pas djathin që e përgatis. Hira ndihmon hidratimin e trupit. Hira përmban shumë ujë dhe minerale natyrale, duke ndihmuar organizmin të qëndrojë i hidratuar, sidomos gjatë ditëve të nxehta. Konsumimi i hirës mund të ndihmojë forcimin e organizmit dhe përmbajtjen e sistemit imunitar në mënyrë natyrale. Fermentimin e bukës do ta bëjmë me hirën e djathit.
Kjo bukë ka shije të veçantë, kore të lehtë, krokante dhe brenda mbetet e butë e plot aromë. Është një recetë e thjeshtë, por me shumë vlerë dhe kujtime nga kuzhina tradicionale. Mos e hidhni hirën, përdoreni për bukë dhe sillni shijen e vjetër në sofrën tuaj. Kjo është buka e vërtetë e shtëpisë, e thjeshtë, e ngrohtë dhe plot shije. Aroma që mbush shtëpinë të kthen pas në kohë në kuzhinën e nënës dhe gjyshes. Andaj mos e hidhni hirën, gjyshet tona e dinin vlerën e saj. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem që të më suportoni me një like, një koment dhe një subscribe. Mbështetja juaj do të thotë shumë për mua. Ju falenderoj të gjithëve.